të radio televizionit të UTA, ju themi mirëmbrëma nga emisioni i Ramazanit. Takohemi sërish së bashku për të vijuar me temën e kësaj mbrëmje. Sonte kemi kënaqësi të kemi të ftuar në këtë studio krye'imamin e Mexhlisit të Dinoshës, Xhavahir Arifaj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se kënaqët. Mirë se erdhët. Sonte do të flasim për temën Ramazani, muaji i mëshirës dhe vlera e agjerimit në të. Na tregoni pak për këtë temë, fillimisht çfarë thot Zoti për agjeruesit dhe agjerimin. Bismillahirrahmanirrahim. Vetëm Zotin e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë. Pasa, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë dhe shkojnë rrugës tij. Dhe për fillim, për të gjithë teleshikuesit, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin mbi ju e të gjithë. Pra jemi në muajin e bekuar, muajin e Ramazanit. Për fillim të gjithë besimtarëve ju uroj këtë muaj të bekuar, duke lutur të mallin Zot agjërim të lehtë dhe adhurim të pranuar dhe shpërblim në këtë botë edhe në botën tjetër. Muaji Ramazanit është një musafir i Zotit që viziton besimtarët e këtij ummetit për çdo vit. Dhe është një gëzim, një siharis, një dhurat prej të mallit Zot për ata të cilët e kanë fatin, jo vetëm se ta arrijnë, por edhe ta shfrytëzojnë maksimalisht mirësitë dhe begatitë e Tij që vijnë përmes Tij nga i malli Zot, se ndoshta të muaj tjerë nuk e gjejmë këtë mirësi dhe begati se i malli Zot të dërgon me të. Muaji Ramazanit është muaji i agjërimit, pikërisht Zoti në Kur'anin famlart urdhëron dhe thotë udhë bela bismillah. Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O besimtar. Pra Zoti pikërisht këtu u drejtohet besimtarëve, se kemi edhe versete tjera kuranore se i malli Zot u drejtohet njerëzve në përgjithësi, ja juhen nas, o njerëz, ose atyre të cilët janë mohues të asaj se vjen prej Zotit, o ju mohuesit e të vërtetës. E këtu pikërisht i malli Zot u drejtohet besimtarëve, të cilët dëshmojnë për besimin e tyre të sinqert dhe u thot, o ju se besoni, u është bërë juve obligim agjërimi, ashtu si ishte agjërim edhe gjeneratës që vijnë para juve. Do më thonë ummetet se ishin përpara. La'allakum tattaqun, se të jeni të devotshëm. Pra, i malli Zot e definon shkakun ose qëllimin kryesor të agjërimit. Pra, të jeni të devotshëm. Çka nënkuptohet me fjalën devotshmëri? Pikërisht fjala devotshmëri e ka një kuptim të zërë, për kushtim ndaj të gjitha obligimeve të cilat i malli Zot kërkon prej një besimtari të devotshëm, duke filluar ato të cilat janë të përditshme, amanet prej Zotit, dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij, falja 5 kohëve të namazit brenda ditës që janë, pikërisht agjërimin e Ramazanit, dhënia atyre të cilët e kanë obligim zakatin dhe ata të cilët kanë mundësi një herë në emër të vetë të shkojnë në haxh, por të gjitha ato me besnikëri edhe për kushtim, duke ja bashkangjitur edhe amanetin prej Zotit në raport me krijesat, duke e respektuar atë që ke përgjegjësi mbi veti, familjen tonë të ngushtë, shoqërinë, rrethin ku jeton, punën ose përgjegjësinë që e ke marrë mbi veti, se çdo sendit që është në përgjegjësi tënde ose në amanet tëndin, me besnikëri t'ja japish hakun dhe të njëjtën kohë të ruhesh dhe të largohesh prej të gjitha atyre të cilat Zoti t'i ka ndaluar se janë në domin tënd dhe në domin e shoqërisë tënde, ndoshta përmes teje. Dhe pikërisht Zoti Xhaleshanuhu e përmend se besnikëria e devotshmërisë
më së fortit dhe më së fuqishmit arrin përmes azrimit të muajit Ramazanit. Por sa është i vlefshëm azrimi, jo vetëm si Ramazan, por kemi disa azrime tjera të cilat referohen besimtarë që të azrojnë në kushte të veçanta ose rrethana të veçanta, pikërisht se të përkujtohet ai njeri në devotshmëri edhe të largohet nga ajo e cila mundet t'i cenohet si një rrezik i largimit edhe prej të drejtës, edhe prej halalit për mu largua ose mos më ra në haram. Për shembull, ne përveç muajit të bekuar të Ramazanit që është obligim, neve na referohen edhe azrime tjera. Por ajo që deshta që është qëllimi kryesor, për shembull, profeti Muhammed a.s. I ka porositur të rit, inshallah për të rit një mesazh që ata të cilët nuk janë martuar, si djem si vajzës që të martohen sa më parë, në qoftë thotë se ke mundësi martoju, e kryen një natyrshmëri të cilën ta ka dhënë Zoti për martesë. Në njëjtën kohë një traditë të profetëve prej Ademit a.s. dhe deri te i fundit Muhamedi a.s. Se Zoti e krijoi Ademin vetëm, por për me shoqëruar dikush e nxorri prej vet atina bashortën e tina Havan. Se të bëhen çift, të vazhdohet jeta, të vazhdohet shumimi i njerëzimit. Nëse se nuk keni mundësi, çka thot profeti Muhammed a.s. Azroni se ti ikni pa moralit ose gabimit. Pse? Azrimi është ai që të mbron. Tjetër, thot pejgamberi a.s. nëse se fjalosësh me dikon në Ramazan ose kur je duke aznuar, vetëm tregoj se jam azrueshim, mos ju kundërvi. Se ky azrim ty të ruan prej të keqes. Tjetër, pejgamberi a.s. na tregon edhe na mëson nëse e then besën për diçka, me çka e shpaguan me 3 ditë azrim. Pra i e betuan diçka se s'do ta bëj. Por i shef rrethonat se është më mirë me bë se natë që i e betua se mos ta bësh. Si me shpagua? Shpaguaje me 3 ditë azrim. Kem në haxh për shembull, ata të cilët nuk kanë mundësi me thërr kurban. Referohen se 7 ditë të azrojnë kompenzim për kurban. Kemi rastin kur momente të veçanta se Zoti Xheleshanuhu tregon se prezantimi i punëve të robit të vet, pra njeriu bëhet për shembull kem prezantime ditore, javore edhe vjetore. Kur është pyet pejgamberi a.s. pse azron ditën e hanë, ka thënë kam lind atë ditë. Dëshiroj se të ndjej vetin pak për falendrim Zotit se më ka kriju. Po pse ja Resulullah të ejtën? Të ejtën azroj se ditën e ejtë ngritën veprat e mia të Zotit dhe çdo robit. Edhe kam dëshirë se kur ngritën e të prezantojnë veprat mia të Zotit jam azruar. Kur është pyet për azrimin e shumë të muajit Shaban, pikërisht pra që është në prag të muajit Ramazanit. Pse azron aq shumë? Ka thënë sa i mbetet si hije në mes të muajit Ramazanit edhe muajit Rexhep. Nuk i përkushtojnë njerëzit. Por në njëjtën kohë këtë muaj prezantohen veprat vjetore të Zotit. Kam dëshirë se kur prezantohen ato vepra të silloj azrueshit. Pra janë shumë faktorë të cilat na referon pejgamberi a.s. me praktikën e tina se përmes azrimit të fitojmë ne edhe mbrojtje, por të njëjtën kohë tregojmë edhe devotshmërinë ose përkushtimin e sinqert ndaj krijuesit. Ajo që është më e madhe e gjithave është azrimi i muajit të Ramazanit, se është një muaj i plot, i përkushtuar, sparit azrimit ditën dhe adhurimit apo namazeve të veçanta, lutjeve të veçanta natën edhe ditën. Cilat janë ato përfitime për besimtarët gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit për agjëruesin? Përfitimet sigurisht janë të shumta. Unë e marr si shembull muaji Ramazanit, ndoshta inshallah nuk gabojnë këtë krahasim,
muaji Ramazanit në mesin e muajve të vitit. Pra viti ka 12 muaj. I dalluemi, i bekuemi, është Ramazani. Unë thom, mund të bijem si krahasim, bit e Jakupit kanë qenë 12. 12 djem ka pas Jakupi. I dalluemi prej tyre, se është dallon shken Jusufi, alayhi salam. Edhe Jusufi ka dallua me shumë zjara prej vëllezërve të vetë. Edhe me bukuri, edhe me bujari, edhe me falje, edhe me sinceritet, edhe me durim, edhe me mençuri, etjera, mrekulli që ja ka dhënë Zoti. Se ashtu është muaji i bekuar i Ramazanit i dalluar prej gjithë muajve. Të gjithë muajt mund të jenë sfidë, me sfida të ndryshme të jetës, se njeriu kalon për sfida të ndryshme të jetës. Muaji i bekuar është ai i cili ato sfida t'i shqetëson, ato sfida t'i largon, ato sfida ndoshta se ke gabua, në fund të pastron edhe të falë për i gjithave. Ashtu si bëni Jusufi alisën me vllazërit e vetë, në fund të gjithë i fali. Pra ata ishin shkaktar edhe me si të në shpel, ata ishin shkaktar se e mashtruan babën e vetë, ata ishin shkaktar se faktikisht u mërzit baba i tyre shumë, prej lotëve të shumë të ai në moment edhe humbjellet pamurit e kështu më radhë, po kur u bashkuan, kur e gjetën Jusufin, kur Jusufi i thirrri të gjithë babën, nanë edhe vllazëri, i kërkuan atë falje, tha, falë kjo është. Do të thotë falja është hyjnore. Aja është hyjnore. Pra muaji i bekuar, ndoshta ne mund të gabojmë ton vitin për muajt të cilët kalon njeri për punë të ndryshme, për sfida të ndryshme, probleme të ndryshme, por shansa se në afrohet. Është muaji i bekuar, muaji Ramazani. Natën e parë të muajit të bekuar, natën e parë pa filluar nesri dita me hajzrua, si haris për gëzim mallor, është se Zoti ka premtuar se i mbyll dyert e xhenemit, i hap dyert e xhenetit. Është muaji se Zoti xhaleshanuhu i prangos djajt, se këti ma letë të krysh obligimet të adhurimit, ma afër të afrohesh të mallit Zot, se jo që djajt nuk tentojnë për me ba problemin edhe në këtë muaj, por faktikisht qasja aty në shumë e dopt. E jotja është që ti vetëm të përmirësohesh dhe ta kesh atë vullnetin se ti përkushtohesh adhurimit në këtë muaj. Në këtë muaj Zoti xhaleshanu ka dashur të ka zbritur Kur'anin, përndryshe i thuhet edhe muaji i Kur'anit. Është muaji i durimit për besimtarët. Është muaji i përkushtimit të një jetës normale me një plan program të ditës ose të krejt jetës. Aty e mëson, e din kur e ke mëngjesin ose syfyrin, e din kur e ke iftarin, e din kur fillon azhrimi, e din kur fillon namazi, e din se deri kur ka me zgjat azhrimit, të gjithë besimtarët në sofrën në syfyr. Pejgamberi alayhis salam ka thënë syfyria i berisjetshëm. Lutjet, momentet pranohen të gjitha lutjet të cilat ti i përkushton Zotit me të gjitha problemet të cilat i ke të jetës, ti e shpalos ku i krijuesit tënd. Edhe i tha, o Zot, kam këtë hall, bë zgjidhje për mua. Zot, falem, kam gabu. Besatohesh pikrisht me të mallin Zot për të gjitha ato të cilat ti i shef të arsyeshme se i malli Zot t'i fali, dhe të njëjtën kohë lutjet të cilat ti ke për nevojë në jetën tënde, shëndetin tënd, në pasurinë tënde, në familjen tënde, e vladin tënd, punën tënde, për kushtimin e jetës, se njeriu është faktikisht i krijuar në këtë botë krahas adhurimit edhe me kalu jetën, por jeta është e zgjatë një aspekt se duhet njeri me lviz, duhet njeri me punua, duhet njeri me kalua për disa gjëra të cilat ndoshta ka njëherë mund me ka sfida të mëdha, disa janë ndoshta më të vogla, më të lehta, por të gjitha këto i malli Zot të ka afrua mundësi se ti në muajin e bekuar të bash një refresh të jetës tënde, edhe ka ana shpirtërore, po edhe ka ana fizike. Sa azhrimi është pastrim edhe shpirtëror edhe fizik. Medicina sot preferon
azrim se njeriu një kohë të caktuar të largohet prej ushqimeve të shumta, llëpive të shumta, shkaku se organizmi ka nevojë se të pastrohet. Pikërisht Zoti nuk ka dashur azrimin me lënë si barë për besimtarët, por Zoti është mjeshtri i njeriu. Edhe din më së miri çka i duhet kësaj krijes, kësaj se vetë ka krijuar me dorën e vet. Për atë arsye, Zoti Xhaleshanuhu ka dashur se muajin e bekuar të Ramazanit me shumë begati dhe mirësi se i sjell njëjtën kohë na jap edhe dobinë shpirtërore, edhe dobinë fizike. Ajo se është shumë e rëndësishme që fola për lutjet, për besimtarë një shfrytëzuar pikërisht Zoti Xhaleshanuhu në këtë rënditjen e këtyre ajeteve kur flet për azrim, vazhdon edhe thotë udhë bismillah wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kur më kërkon robi jam prej meje, unë jam afër ti, falyastajibu li, unë ati i përgjigjesna, vel yu'minu bi, por në njëjtën kohë Allah duhet me mu përgjigjë dhe me mbesua. Zoti Xhaleshanuhu na ka mësua, pra Kurani është një udhëzim për besimtar, por edhe për tjerë kush do me pranua. Çdo mjet për shembull kur e blejmë ose ndonjë send që është pak me rëndësinë, veçantë elektronikën, me ta vjen udhëzimi. Edhe ai që don me përdor si duhet, për mos me ardhur deri te prishja e tina, defekti, diçka komplikoj problemin, e merr edhe lexon udhëzimin si ta përdori, si ta futi në funksion. Për neve, si qenie njerëzore, Kurani është fjala hyjnore e Zotit e fundit se ka ardhur udhëzim. Ka ardhur udhëzim për të cilët njerëzim kush do me pranu. Në veçantë për besimtarët, si thotë edhe Zoti, huwa shifaun wa rahmatul lil mu'minin, ajo është edhe shërues, edhe mëshirë për besimtarët. Pra këtu besimtarët pikërisht po shfrytëzoj rastin se ta shfrytëzojnë besimtarët mundësisht këtë muaj të bekuar ta lexojnë Kur'anin në gjuhën e vet amtare. Sot kena mundësinë, duke falendëruar të madhin Zot dhe ata të cilët kanë dhënë kontributin se të përkthehet Kur'ani edhe në gjuhën tonë amtare, se të kemi me lehtë ta kuptojmë çka na urdhon Zoti, çka na mëson Zoti, çka na këshillon Zoti, se të kemi një udhëzues i cili na ndihmon për jetën edhe në këtë botë, raport me vetveti, por raport me tjerët, e parazitave raport me krijuesin, por në njëjtën kohë edhe për botën tjetër. Shpresoj se besimtarët janë të vetëdijshëm të kuptojnë këto mirësi dhe begati të cilat i Madhi Zot i çon këtë muaj të bekuar dhe të jetë një shans se shumë prej besimtarëve që i dim edhe ne, Ramazanat që ishin nuk janë ma sot. Kanë ndrru jetë. Ndoshta nepe jem futën këtë muaj të bekuar, a do të shkojmë deri në fund, Zoti e di, por a do ta presim tjetrin, Zoti e di. Ta marrim pra këtë muaj me përkushtim të plot se ndoshta është i fonit për neve në këtë botë. Cilat janë ato lutje që agjëruesit duhet të bëjnë gjatë muajit të Ramazanit? Faktikisht lutjet nuk janë të definuara se duhet vetëm këta dhe s'ka tjera. Besimtarët për çka ti duhet në jetën e vet. Dikush ka halle shëndetësore, dikush ka halle familjare, dikush ka halle në punë, dikush ka halle me kojshi, dikush ka halle me bashkëshorti, probleme të ndryshme. Zotit duhet me ju drejtua. Ai është i vetmi i cili i cakton gjërat dhe ai është i vetmi se mundet me të ndihmua në tejkalimin e gjërave. Mundet ai çon sebetet, shkaqet, por ai është i cili ty ta cakton për diçka. Për atë arsye, veçanti, inshallah presim natën e Kadrit, natën e caktimit, se është nata se Zoti i cakton sendet çka do të ndodhi brenda një viti. Mundua se ti përkushtojmë asaj natën veçanti, se Zoti të caktoj aq që është më e mira për neve. Na kemi hallet, i lypim Zotit, po mbi çdo sendit, thuaj o Zot, ma jep aq se ti e din çka është mirë për mua se unë nuk e di. Dhe besimtari, jo vetëm Ramazan, çdo ton vitin, ton jetën e kem obligim se t'i lutemi Zotit, por në veçanti është shpresa e madhe se lutjet nuk kthehen besimtarëve, agjëruesve në muajin e Ramazanit, në veçanti në kohën para iftarit. Edhe pjesën e tretë të natës,
kur është ajo para syfyrit. Për atë arsye, pejgamberi alayhis salam ka thënë syfyr keni beriset, iftar ka beriset, sofra ka beriset, pra çdo sen jeta e besimtarit muajin e bekuar të Ramazanit është krejt ibadet. Deri edhe zgjumin se e bën për hir të Zotit. Kur i duhet atij më pushu, më shqetësu, edhe atë ka ibadet, ka adhurim. Kështu që për neve, për atë thash, është një begati e madhe, një siharis i madh, një shans e madhe për këtë ummet, ata të cilët kanë fatin me prit muajin e bekuar dhe me shfrytëzuar maksimalisht krahas azhrimit edhe me adhurime tjera, edhe vizitat të njëri tjetrit. Heroinat e muajit të bekuar janë nonat tona, gratë tona, bijat tona, vajzat tona, motrat tona të cilat ato përgatisin ushqimin. Sa azhnues çelin iftarin prej durve të cilët përgatisin gratë zinia femërore, ato të gjitha janë ose nënat tona, ose bijat tona, ose gratë tona, ose motrat tona. Pra ato janë heroinat e Ramazanit. Kështu që besimtarët duhet me i vlerësoj edhe punën e dikujt dhe krahas asaj se kem ibadet me Zotin, pra edhe ajo se ta përgatiti ushqimin, edhe ti nëse se bëhen shkaktar me thirr dikon në sofër, të gjitha janë këto shpërblime, të gjitha janë mirësi. Pejgamberi alayhis salam për atë se ka musafir në sofrën e iftarit thot e ka azhnimin e atina. Pa i mënguar ti as pak. Ti e ke azhnuar ditën tënde, por për hir Zotit ke thirr musafir, edhe azhrimin e tyre ke ti ndoshta një ke 10 musafir, ti ke 10 ditët e azhnimit ose 10 azhrimet e atyre të cilët kanë bërë atë ditë, se ti e kanë shkaktar, se ti ushqesh, pa munguar aty në fare. Për atë arsye, shokët e profetit Muhammed alayhis salam janë mundua se në sofrat e tyre mos të çilet iftar pa kanë dikush musafir. Pikërisht edhe këtu desha të ndalen, tradit gjithmonë ka mbetur tashmë sidomos edhe në sofrat e besimtarëve musliman që ajo sofër gjithmonë të ketë mysafir për muajin e shenjtë të Ramazanit. Sa është kjo gjë e rëndësishme dhe e dobishme për familjet muslimane dhe për atë sofër që shtrohet me ushqime për Ramazan? Dobit janë të mëdha. Aty vetëm Zoti e dim pse ka thënë Zoti përmes gjuhës profetit, hadith kutsi. Hadith kutsi është fjalë e Zotit që nuk është shënuar në Kur'an, por e ka thënë Zoti, ja ka interpretuar profetit thuaje ti, se kam thënë unë. Edhe ka thënë saumun li wa ana bihi. Azhrimin e keni për mua, e bani për mua. Edhe shpërblimin unë e kam pikërisht për këtë adhurim, për këtë azhrim unë e kam shpërblimin. Dhe ato sofra se diku ja shuajnë etjen, se ka marrë tërë ditën, do shta kem pas temperaturat e larta verës që kemë azhnuar, me punë, për kushtim punës, ditore që është dasht puna më ba, edhe për hir të Zotit ti nuk ke prish në azhrimin, je kënë në Ramazan. Vjen koha, je musafiri dikuj se ta shuan etjen, vetëm fjala Zotit lërë briset, sa ka begati prej musafirit. E jo me thonë, ta rruj Zotit vladin, ta shtof berisetin, Zotit gradoft me xhenet, e tjera bekime që i bekon musafiri Zotin e shtëpisë, ose atë që është bën shkaktar për me shtruar një iftar. Pra për atë arsye, jo shkaku i bukës, aq shumë sa janë shkaq se lutjet e musafirit se të vinë në sofrën tënde. Se një prej 3 lutjes, si thot profeti Muhammed alayhis salam, që nuk kthehen mrapa, është lutja e prindit për evlat, për fëmijët e vet. Për atë arsye, gjithherë bëj apel, o prind, bekoni fëmijët tuaj mos i shani, edhe në hidhrim kurini. Se lutja e tyre, e prindve, u lyhet fëmijëve, thot pejgamberi alayhis salam, sikur betoni ose mallteri se lidhet gurit. Për atë arsye, edhe ti te i kalojmë edhe hidhrimet me bekim. Mi thënë e vladi Zotit bekoft, Zotit ullëzoft, e jo runazo me ne, se ne me rrezikshme për fëmijë. E dyta, thot lutja e azhnuesit, që nuk kthehet kur i drejtohesh Zotit. Edhe e treta, lutja musafirit, kur je musafir dikun. Derisa je në musafirlak, derisa je në rrugë, derisa je dikun musafir,
të gjitha lutjet Zotit nuk t'i kthen mbrapsht. Normalisht i do të më kenë besimtar, do të më kenë i përkushtuar, me i sinqert, me bindje të plot, me dashamirësi, jo lutje që del prej gjuhët e jo prej zemrës, por lutje të cilat me të vërtet dalin prej zemrës. Këto janë ato begati të cilat të gjitha në muajin e bekuar i zemë, po ndoshta jashtë muajit jo. Për atë arsye është mirë se ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar, muaj i cili na sjell shumë mirësi dhe begati, se ndoshta pe kem fatin këtë Ramazan, por Zoti e di, për Ramazane të tjerë a do t'i arrijmë apo nuk do t'i arrijmë. Patjetër ne e dim që ky muaj është muaj i shenjtë dhe muaj i bekuar për të gjithë ato agjërues që agjerojnë dhe gjatë përfundimit të një agjërues, cilat duhet të jenë ato dobi për një agjërues dhe rezultati i këtij Ramazani për agjëruesin? Dobit dhe rezultati sigurisht në fund të punës çdo sen tregon si rezultatin e vet. Po, edhe në fund të Ramazanit çdo njeri do të shoh rezultatin e vet, se me të vërtet a jem përkushtua këtij muaji të bekuar për hir të Zotit, apo vetëm si një tradit, ose për të hir dikush si shoqërim, për me azrua, apo ndonjë familje svetare, se tash nuk po muna unë kretë familje po azroj edhe unë. Çdo njani mundet me bë një test të vetes, ose një provë. Me të vërtet ky adhurim a më është pranu apo jo. Nëse unë mas muajit të bekuar të Ramazanit nuk jam i njëjti si para muajit të bekuar, por jam në përmirësim të epër. Ta dini çdo njeri prej besimtarëve se azhrimi dhe adhurimi gjatë muajit të bekuar ishte një rezultat i suksesshëm, i cili ka ndikuar pozitivisht dhe unë shpresoj se i malli Zot ta ka pranuar edhe azhrimin edhe adhurimet tjera. Kjo është ajo devotshmëria që i thash në fillim, që i rezulton në fund të muajit të bekuar, se nuk është e arsyeshme agjërova krejt muajin, u fala krejt muajin, adhurova krejt muajin Zotin, dhe mas muajit të Ramazanit me nxi po pres të kaloj muaj Ramazanit, Bajrami dhe të kthehen në ato punë të vjetra ose gjërat të cilat Zoti ose i ka ndaluar ose i urren. Pra besimtarët kisha me i këshillua se kem kujdes atë adhurim që e kem bën për hir Zotit. Dhe për hir Zotit të mbesim të vazhdojmë me atë devotshmëri të muajit të bekuar, se me të vërtet ajo të laj zhurmë mbas Ramazanit. Lehtë është me keni mirë në Ramazan kur të gjithë i përkushtohemi adhurimit edhe mirësive, por është trimëri edhe sukses se të vazhdojmë mas muajit Ramazanit me mirësitë dhe begatit të cilat kërkohen prej çdo njeriu të devotshëm. Për Ramazani zat një muaj, por jeta vazhdon edhe mas Ramazanit. A ne si besimtar duhet të jemi model për të tjerë. Në veçanti në një vend ku jetojmë me komsi të tjera, me konfesionet të tjera, se ndoshta ata nuk kanë rastin se të lexojnë librin e Zotit, Kur'anin, çka thot Kur'ani, çka referon Kur'ani, çka porosit Kur'ani, ose tradita e pejgamberit alayhis salam, por ata pikërisht na drejtohen dhe na shikojnë neve. Edhe atë se kemi ne në veprat tona, në komunikimin ton, ata mund ta marrin se këta janë musliman e kështu tuk është Islami. E për fat keq, shpeshherë ne mund të jemi një model i keq apo negativ për të tjerët, shkaku i veprave tona ose sjelljeve tona negative, të cilat nuk janë kanjëherë as njerëzore e jo më fetare. Kështu që besimtarët, inshallah, kanë fatin se adhurimi të pranohet krahas azhërimit dhe të meritojmë se në fund i malli Zot na edukoj, të meritojmë edukimin dhe mëshirën e tina përmes këtij muaji të jem të devotshëm dhe të jem prej atyre të cilët si ishin shokët e profetit Muhammed alayhis salam, se mas Ramazanit gjysmën e mot-motit ju lutën Zotit, o Zot, na prano
agjërimin e Ramazanit dhe adhurimin se i kemë bënë këtë muaj, dhe masandej pjesën tjetër deri në Ramazan duke i lutur Zotit, o Zot, na mundso edhe një herë të arrijm këtë muaj të bekuar dhe të arrijm mirësitë të cilat i sjell përmes atij musafirit ton. E Zoti xhaleshanu me një agjërim të muajit Ramazanit, inshallah kam me pas rast të shpjegoj më zënësisht, por kas ka dash Zoti me shpërblye aznuasin, sa ka thonë agjëroi muajin e Ramazanit 30 ditë ose 29 dhe jepja 6 ditë të muajit Sheval në shpërblim sa ti e shkret vitin azruashit. Kjo është. Këto mirësi jep vetëm Zoti. Çdo vepër e mirë në Ramazan të llogaritet si me kanë një veprim i veprave të profetit Muhammed a.s. Sunetet të cilat i ka kryer pejgamberi a.s. të llogaritën sikur farze, e farzet 70 fishin mas pak. Ku i ke këto një punë që ja bën dikush ti vetëm sa merresh vesh me punëtor dhe ja jep hakun pa kusht të saros. A Zoti 70 fishin mas pak të saros, a për azhnimin kjo mbetet surprizë për Zotit. Zoti ka thënë, agjërimi jemi, edhe unë ato do të shpërblej, e këtë surprizë inshallah meritojmë se Zoti xhaleshanu spakut për atë derën e xhenetit, se është enkas për agjëruesit dera Rayyan, se të kemë mundësinë se të futen për këtë. Amin. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të Ramazanit. Zoti ju pranoft lutjet dhe agjërimin. Ishte kënaqësi që t'ju kemi në këtë emision. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për juve dhe dëshiroj suksese në punën tuaj dhe të gjithë teleshikuesit tuaj po ju përshëndesim me selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit. Shikues të radio televizionit të UTA, ne erdhëm dhe drejt përfundimit të këtij emisioni për këtë mbrëmje. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e këtij emisioni dhe shpresojmë që duat dhe agjërimi juaj të jetë i pranuar. Ju bëft mirë iftari. Natën e mirë.